Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Festivalet në Shqipëri janë kot. Orinda Huta habit me deklaratën. Moderatorja dhe producentja e njohur Orinda Huta ka ndarë një qëndrim të drejtpërdrejtë mbi realitetin e festivaleve në Shqipëri, duke vënë theksin te kostot e larta dhe lodhja emocionale që sipas saj shpesh shoqërojnë pjesëmarrjen. Teksa ishte e ftuar në një emision, Orinda u ndal te shpenzimet që artistët janë të detyruar të përballojnë, duke theksuar se vetëm realizimi një këngë mund të arrijë shifra të mëdha. Kur ti futesh në një festival dhe merr energji të keqe, gjithashtu harxhon, kënga shkon mbi 5.000 euro, plus veshja, janë shpenzime që të bëjnë të pyesësh veten, a ja vlen t'i bëj unë këto? U shpreh ajo. Sipas Orindës, përveç barës financiare, ekziston edhe një aspekt emocional që shpesh anashkalohet. Ajo thekson se klima jo gjithmonë pozitive dhe energjia e gabuar brenda këtyre eventeve e bëjnë procesin edhe më të lodhshëm për artistët dhe figurat publike. Pastaj futet dhe energjia jo e mirë, shprehet ajo. Deklarata e Orinda Hutës ka hapur diskutime mbi mënyrën se si organizohen festivalet në vend, duke ngritur pikpyetje mbi mbështetjen reale ndaj artistëve dhe vlerën që u kthehet për sakrificat financiare dhe emocionale që ata bëjnë. Në këtë kontekst, fjalët e saj shërbejnë si një reflektim i hapur për industrinë muzikore shqiptare.